Unë besoj që fillimisht më duhet përmend se ne jemi shumë mirënjohës dhe falenderues ndaj të gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës, të cilët e kanë vazhduar mbështetjen ndaj qeverisë së lëvizjes vetëvendosje. Ne jemi të kënaqur me këtë rezultat. Sigurisht ne jemi kërkues, ajo dihet edhe ka qenë në secilin proces zgjedhor, por ajo që e thash pra është rikonfirmuar ajo që e kemi thënë edhe para zgjedhjeve. Se lëvizja vetëvendosje është subjekti më i madh politik me mbështetje më të madhe politike, edhe që kemi me qenë aty afër me numra edhe në kuvendin e Kosovës. Prandaj edhe ne insistonim që nuk ka nevojë të shkohet në zgjedhje dhe ky proces nuk ka nevojë të ndodhë, mirë po jemi tani në situatën në të cilën gjendemi, ne jemi shumë mirënjohës ndaj të gjithë qytetarëve që kanë mbështetur lëvizjen vetëvendosje. Mendoj që mesazhi është shumë i qartë që qytetarët e vazhdojnë mbështetjen për lëvizjen vetëvendosje, për kryeministrin Kurti. Prandaj edhe jemi, si më thon, subjekti larg me numra më shumë se sa subjekti i dytë opozitor ose subjekti i tretë opozitor.